Në zemër të Augsburgut, në Bavari të Gjermanisë, ndodhet një vend unik në botë ku banorët paguajnë vetëm 88 cent qira në vit. Bëhet fjalë për Fugërej, vendbanimin social më të vjetër në botë, i cili vazhdon të jetë i banuar edhe pas më shumë se 500 vitesh. Ky kompleks u themelua në vitin 1521 nga bankieri dhe tregtari i njohur gjerman Jakob Fugger, një nga njerëzit më të pasur në historinë e Evropës, që prej themelimit shuma e qeras nuk ka ndryshuar, duke mbetur simbolikisht e njëjtë me një gulden të Rajnit, monedha e përdorur në atë kohë. Sot, rreth 200 banor jetojnë në afro 140 apartamente të shpërndara në 60 ndërtesa brenda mureve të këtij qyteti të vogël historik. Megjithatë, jo kushdo mund të bëhet pjesë e Fuggereit. Kandidatët duhet të jenë katolik, të kenë jetuar në Augsburg për të paktën 2 vite dhe të provojnë se ndodhen në vështirësi financiare. Përveç qiras simbolike, banorët kanë edhe një detyrim të veçantë të luten 3 herë në ditë për shpirtin e themeluesit dhe familjes Fugger, një traditë që vazhdon prej 5 shekujsh. Kompleksi i rrethuar me mure dhe porta që mbyllen çdo natë, përfshin rrugë të vogla, një shesh qendror dhe kishën e Shën Markut, duke funksionuar si një qytet i vogël brenda qytetit. Interesant është fakti se turistët paguajnë rreth 6.5 euro për të vizituar Fuggerein, shumë që te kalon qiran 7 vjeçare të një banori të këtij vendbanimi unik.